Nderuar deputet, dashur qytetarë të Kosovës, në çdo shoqëri normale debati për ndryshimet kushtetuese është një debati më i gjerë mbi normat e një vendi. Nuk e përfshin veç partitë politike, nuk e përfshin veç deputet, e përfshin krejt shoqërinë. Edhe me miratu një udhëzim administrativ duhen ja 2 javë konsultim publik. Neve këtu nuk ka sill teksti i amendamenteve, i cili është i shkruar para 14 viteve. Dhe ka kaluar në gjykatë kushtetuese fiks para 14 viteve. Prej atëherë, Kushtetutës Kosovës janë bë 26 amandamente. Dhe normalisht me interpretimet që ju kanë bë asoj prej gjykatës kushtetuese, kanë ndruar jurisprudencë e asoj, kanë ndruar plot bot kuptime që kemi pas në mbi kushtetutën. Prandaj përdorimi sot i një vlerësimi kushtetues që ka bërë gjykata kushtetuese para 14 vjetëve është i paprecedent. Është i paprecedent. Nuk ka vend tjetër evropian. Unë sfidoj çdo kënd prej kabinetit qeveritar, prej juristëve që na këshyrin, nëse gjejnë një vend në të cilin kontrolli paraprak i amendamenteve kushtetuese, siç është në rastin tonë, bëhet sot, ndërkaq miratimi thirret të bëhet mas një dekade e tutje, unë nuk dal me folë më këtë kuvend për ligj. Mbi gjitha, tash do dal të çështjet konkrete. Kryetare, lutem nëse mund kërkoni qetësi, s'po mundem me folë. Ju lutem që të mbani qetësi, sepse deputeti Duga duhet ta përfundojë fjalën pa pengesë. Po dal tek çështjet konkrete. Ky kuvend funksionon sipas rregullores të punës vet. Kryetare, ky kuvend funksionon sipas rregullores të punës. Dhe më lejoni t'ja lexoj rregulloren e punës çka thot për këtë rast. Thot seanca se ke lexu. Ndëgjoj tash se ke lexu. Tash kur ta lexojnë është se ke lexu. Se ke lexu. Seanca plenare për të miratuar amendamentet kushtetuese thirret brenda 2 javësh nga marrja e vlerësimit nga gjykata kushtetuese. 2 javë. 14 vjet mbrapa jena. 2 javë po thot, çort. Kryetare. 2 javë. 2 javë seanca për miratim. A jena në seancë për miratim na? Fala, jena në seancë për miratim. Po thot seanca për miratimin e amendamenteve, që është kjo, thirret 2 javë pasi merret vendimi i gjykatës kushtetuese. Na jena 14 vjet mbrapa. Fol me qytetarët, para qytetarëve, jo me mua. Unë po flas me juve se ju kujdesni për rregulloren e seancës. Drejtoju qytetarëve, jo mua, të lutem. Pse jo ty? Pse jo ty? Më fal. Për çdo rregullore kryetare, kujdesni ju apo? Ju jeni autoriteti final i sti kuvendi me interpretu rregulloren. A është kështu? Nëse s'është kështu thuma, është kështu. Prandaj po drejtohem ty, si kryetare e kuvendit. Pse lejon ti me u shkel rregulloria e kuvendit? Pse lejon një gjë se ti pas ke lexu? Po se pas ke lexu mi po thot 2 javë, jo 14 vjet. Pse lejon një mas 14 vjetë me sjell do amendamente kushtetuese? Pse? E para, e dyta, pyetja që bëhet është, pse ka kaq shumë urgjencë? Pse ka kaq shumë urgjencë me miratu son të amendamentet kushtetuese? Pse ka kaq shumë urgjencë? Se lejon rregulloria, apo pyet deputetët pse jo se lejon rregulloria deputetë. Këto amendamente kushtetuese po ashtu janë sill mirë të gabuar në këtë kuvend. Procesi i amendamentit kushtetues është ky. Presidentja ose 1/4 e deputetëve bëjnë propozimin, amendamentet çohen në gjykatë kushtetuese, opi dytë, opi tretë sillen në kuvend, komision për legislacion, edhe vinë këtu për miratim. Neve sot me ka sill presidentja direkt në komision për legislacion, s'ka drejt. Na e morrim gjykimin e gjykatës kushtetuese, jo propozimet e presidentes. Prandaj bashkë jeni të shkel procedurën themelore të ndryshimit aktit themelor të një shteti. Është përkeqësordhje. Nuk kemi të bëjmë me kurfar dije të thellume, as me kurfar filozofie. 2 javë ka të sillsh, ka të interpretosh, janë 2 javë zbohen 14 vjet kurr. Prandaj, shikoni, unë e di që krejt po bëhet për fushatën që na pret. Krejt janë këtu, që ato janë qëllimi. Unë po flas si jurist. Unë për asnjë vlerësim, edhe kryetari Hamza e shpreh qëndrimin e partisë tonë. Nuk mendoj që në këtë kuvend një deputet që e lexon këtë paragraf, që thot 2 javë e jena mas 14 vjetë, nuk duhet me votu. Shikoni, kjo është rregulla themelore. Çka mundna na me ju thon njerëzve të tjerë për respektim të rënit e ligjit, kur organi që nxjerr ligjet,
që nxjerr kushtetutën e shkel vetë procedurën jo në ligjet zakonshme, në ndryshimin edhe miratimin e aktit themelor të shtetit. Prandaj mendoj se është përkeqësore. Tash kryetare po të më shfrytëzoni vetëm ta bëni pyetje. A mund të më shpjegoj pak më pse këtu thot 2 javë dhe ti mas 14 vjetë që ta mandamentet pyetja ime për juve. Faleminderit shumë.